Shikues momentit, përshëndetje, është ky takimi Joni Radhës, edhe sot si çdo ditë tjetër do të jemi bashkë për minutat në vazhdim, po uroj shumë që secili prej juve që tashmë jeni stacionu para ekranit edhe jeni të kalu këto minuta me emisionin Moment, uroj që keni kalu një vikend të mirë, tash është koha për më shoqëru me momentin edhe me gjithçka që kemi përgatitur sot në kuadër të këtij edicioni të emisionit ton. Që thash do të jeni bashkë për minutat në vazhdim, edhe gjatë këtyre minutave do të jenë biseda në studio, materialet e përgatitura nga tereni, ato se çka e karakterizojnë sot këtë edicion të momentit, kështu që na nuk ishim humbur shumë kohë dhe menjëherë e kemi tash musafirin vetë se na ka ardhur musafirja këtu në studio, kështu që pa humbur shumë kohë na e prezantojmë musafiren e ditës sot me që është Flora Hajrizi Shala. Do të flasim pak për ushqimin në përgjithësi, për rëndësinë e tij dhe shumë çka tjetër me një nutricioniste. Faleminderit shumë që je sot Moment. Faleminderit shumë për juve për ftesën, është kënaqësi si gjithmonë. Unë thash pak më herët, zakonisht kur të vinë mysafirët në emision kur i thrasim vinë më herët, dikush vjen vet, dikush vjen ndoshta me prind, ti ke ardhur me vjerrën tonë. Edhe më tregu krejt çikuesve kem të bëj gare deri tash të thonë që e para në historitë njerëzimit, në libër të gjenistit që ka ardhur me vjerrë. Duna ma apliku pra, pse jo? Po të shkruar arsyen aty ku më shku në emision me vjerrë. Mirë se ke ardhur. Faleminderit shumë, mirë, faleminderit. Edhe patjetër është kënaqësi secili do familjar, pavarësisht se çfarë relacioni kemi me ta, me pas, domethënë një raport të mirë. Shumë e vërtet. Me që e nisim kështu me anëtarët të familjes, sa e ki që të përkrajen edhe gjithmonë që të pozitivitetin edhe energjinë e mirë që të hap familja? Çdo ditë. Sinqerisht unë jam person që punoj non-stop domethënë me familjen, edhe në ordinancë punojmë bashkë me familjarët e mi, kështu që patjetër që ajo na përcjell prej shtëpisë deri në ordinancë edhe pacientat fatmirësisht i kemi shumicën familjar që na vinë, kështu që janë domethënë familje të ndryshme që vinë tek ne, si për shërbime stomatologjike ashtu edhe për shërbimet e dietologjisë. Çfarë të profesioni po më toket në jetë që dikush mundet me pas me një formën së tjetrën gjithë çysh ka me kone përfshime familja. Dhe tash në rast se për shembull e keni një doktor në familje, gjithë çysh dikush ka me thonë, veç pak se thirrje unë e kam këtë temin. Po më intereson çysh ka raportin me andaj familja me ty në kuadër të çti profesionit të cilin e ki. Sa ndoshta lypin gjithë qysh me pas këshilla prej teje? Fatmirësisht është një profesion që kërkon komunikim të mirë, edhe me ditë me komuniku me të tjerat, po une shumicën e fotove në telefonin tem i kam fotot pjatave, të ushqimeve edhe fotot dhëmbëve, kështu që nuk kam diçka tjetër në telefon, edhe mund është me vrejtë me thonë që të dy fokuset të dy profesioneve të mija, tashmë janë në atë formë, sepse përveç dietologe, master i nutricionit dhe dietologjisë, tash jam të e përfundu edhe estetikën edhe higjienën dentare, janë dy fusha që lidhen kogja mirë me njëna tjetrën, sepse të ushqyerit fillon domethënë nga goja, edhe një gojë shëndetshme vazhdon pastaj me një organizëm. A ka qenë që ky plani ndoshta prej fillimit që e mban mend vetëm kur ja keni ndoshta me planifiku për një vizion me pas pak më të qartë sa i përket ardhmës? Jo, me tregu drejtën. Ka ndru kogja shumë rrugës. Fillimisht më ka pëlqyer shumë pjesa e të ushqyerit, pra nutricionit, mënyra se si lifestyle ose mënyra jetesës një personi, çu duhet me fillu edhe aty ka qenë ndoshta ajo si kam vendosur me vazhdu me studiu për dietologji. Ndërsa sa i përket pjesës së higjienës dhe estetikës dentare, influenca më e madhe ka qenë bashkëshorti, sepse ajo është stomatologe dhe më ka shtyr shumë që pse jo, ty po ta dën që pjesën e kësaj pune, pse mos me vazhdu edhe me studiu. Shumë interesant me ditë Qysh është energjia ndoshta kur çifti e ka të njëjtin profesion? Ndoshta të njëjtat sfidat profesionit? Është shumë interesante, mirë po na kemi arrit me gjetë ato që në punë, në ordinancë jemi vetëm kolegë. Na nuk njihom. Po më vjen keq, nuk e di kush je. Mirë po, jo, sinqerisht, nëse kemi pjesën e kolegialitetit edhe respektit në punë, pastaj mundemi me qenë familjar edhe bashkëshort jashtë punës, sepse është shumë e rëndësishme me bodall. Mirë po edhe pacienti e vrejnë pastaj këtë pjesë dhe është diçka që e kanë marrë shumë mirë, shumica pacientave dhe ju vjen shumë interesante dhe shumë mirë. Po ndajmë pak tek ushqimi, mu më doket njëna prej
Një temë shumë e rëndësishme për çka duhemi ndoshta me folë dhe me përçu mesazhe sa më shumë në audiencë. Ndoshta aty prej të qenurit që e ki këtë profesion, mandej normalisht je shumë e kujdesshme në çka han, çka ndoshta përzgjedh për me konsumu, po sa ndoshta e vrenqët numrin e njerëzve, po flasë në venin tonë që për një me e dinë se qka po hajnë, për një me ndoshta dojnë me ditë se qka po përësisin, tash na, kur të menojsh ndoshta shkojmë, e shojmë menyun e një restorani, vendosim me hongër diçka, po absolutisht as idenë po mdo këtë matë vogël nuk e kemi se qka bohët atje kur pregaditit qaj ushqim. Në shoqërinë tonë është një lloj sigurie e madhe në trendet e fundit, edhe do të thonë ja besojmë shëndetin tonë trendeve më të fundit që janë të shku në rrjetet sociale. Kjo është gabimi i parë që nuk duhemi me bo. Ndërsa gabimi i dytë është që me porosit gjithmonë jashtë edhe kur mos me ditë me gatu një diçka në shpe. Shumë e rëndësi që ushqimet e shtëpisë, ushqimet që i gatuajmë vetë, produktet from scratch nga anglishtja, do me thënë produktet që i bojmë na vetë prej fillimit, me ditë me bo diçka që me ditë qka po konsumojmë, qka po hamë. Unë e kuptoj që tash stili jetës është i ndryshëm prej kohëve më të hershme, ku gjithçka është bën nga fillimi, dhe është ndoshta edhe e pamundur me u bë e gjitha, domethënë, si nga fillimi në çdo vakt. Mirë po, një balancim i duhur edhe patjetër që një formë e edukimit shëndetësor në kuadër të nutricionit, cili duhet bëhet që nga shkolla fillore. E tutje mungon shumë tek ne, po edhe globalisht fatkeqësisht. Kjo ndikon shumë pastaj në zgjedhjet e ndryshme ushqimore, sidomos që i bëjmë gjatë jetës, po edhe ato shëndetësore, sepse ajo çka ham është ajo çka jemi. Kështu që duhet gjithsesi me u kujdes për çka po fusim në organizmin tonë, tu fillu nga uji. Fatmirësisht, unë i falenderoj shumë për punën që e bëjmë Instituti i Shëndetit Publik të Kosovës, që ne kemi ujë të pishëm çdo ditë. Është ujë i pishëm, pastaj normalisht edhe format e tjera që të hidratohemi, mirë po uji është baza gjithmonë. Si për gatim, ashtu edhe për hidratim. Por edhe tek ushqimet, shumë bëj apel që të mësohemi që të gatuajmë vetë, të bëjmë ushqime vetë, sepse gjitha... E kuptoj këtë pjesë ndoshta e dinamikës që kemi gjatë ditës, edhe normalisht ka njëherë e kemi kohën e limituar për me përgatitur ushqim, po sa është e rëndësishme që ndoshta ushqimit të cilin e përgatisim vetë, mandej me konë çaj ushqimit të cilin na e marrim në punë, e merr ndoshta një fëmijë në shkollë, sa ja kanë nis ndoshta me praktikuar çito. Na ndoshta si vend shpesh herë kemi paragjykuar çet pjesë, dikon që ndoshta e merr bukën prej shtëpisë, po që unë tash këto ditë kam marrë për një vizitë që kam pas në një shtet krejt tjetër, edhe veç kom pa që ata zgjohen shumë herët për me përgatitur ushqimin, edhe ushqim të cilin mandej ata e marrin në punë. Te na, që kësan po mdo këtë në pauza nuk i pse del, për të vetëm fakt që krejt pauzat i ki me vende komplet full, kështu po edhe trafiku kryesor është në qato kohën e pauzave, kështu që nëse ne do të merrnim kutinë e ushqimit me veti, nuk do ta kishim këtë fobinë dhe stresin që kom marrë ushqimin me veti dhe po mendoj njerëzit që unë kam një status më atolt ekonomik. Faktikisht, personat që e marrin ushqimin me veti nuk kanë status më atolt ekonomik, kanë vedije më të lartë shëndetësore. Kështu që po shpresoj shumë që përmes këtyre emisioneve që janë të u bë, me mendu qëtë fjallë që po e thamë edhe njerëzit që nështë dje kanë përësit diçka jashtë. Sepse shumë mirë e the edhe ma herët nuk e din se çka bëhet në kuzhinë. Nuk du asë njëherë të paragjykoj restoranet ose vendet e tjera ku gatuhen, do me thënë, ushqimet prej atyre të shpejta dhe ultra të procesuara, deri tek restoranet që pretendojnë që do me thënë shesin ose servojnë ushqim që është bio, që është shumë vështirë të gjendet në Kosovë. Pikërisht që do dashta me ndalë. Para disa ditëve unë e pata një trajnere të fitnessit në emision, ishim tu e folë dështë pjesën e
hapësirave, vendeve, restoraneve të cilat na i kena dhe mundemi me ushqy 100% shëndetshëm. Sa jena në mungesë të këtyre restoraneve na? Është kozhani mungesë e madhe fatkeqësisht, sepse nuk ka me syrin tim kritik, nuk ka ushqime 100% bio, 100% të shëndetshme në asnjë vend jashtë shtëpisë. Është e pamundur sepse ti nuk je asnjëherë i siguruar për atë lloj produkti dhe fatkeqësisht edhe tregu nuk është e ofron një ushqim ose një produkt bazë që pastaj mund të shndrohet në një produkt, një mill, ashtu një drekë ose një darkë ose një mëngjes, i cili nuk është fillimisht i përpunuar. Kështu që kërkoj shumë falje ndoshta që po e tham këtë për bizneset, mirë po nuk mund të thuash ushqimi 100% i shëndetshëm shitet në vendet jashtë, do të thënë jashtë shtëpisë. Është vështirë të bëhet kjo dhe është shumë do të duhej shumë praktike gjatë në tregun tonë që të implementohej e tëra. Pak ma herët më tregove edhe the që nëse merr dikush telefonin tem edhe e sheh, krejt fotot i kam të ushqimit, të pjatave, kështu, po më intereson sa mandej e njën të nevojshme që ato fotot të cilat ti i bën, që ato të cilat ti i përgatitet dhe shumë çka tjetër, mandej më ndohet edhe me audiencën. Na i përmendë pak më herët në fakt edhe rrjetet sociale tregum pak që sot po ndikohemi shumë prej trendeve dhe shumë çka tjetër, sa ndoshta po thëmë kështu kushtimisht mundohesh me ndërrullojën sa i përket këtij aspekti. Sa i përket pjesës të marketingut kështu në rrjetet sociale, jam kogja e dopt, sinqerisht me të thonë se kam shumë ngarkesë në pjesën me pacienta dhe pjesën e ordinancës në pjesën e stomatologjisë. Dhe është ndoshta e pamundur për krejt neve me vazhdu pastaj me bo edhe pjesën e marketingut, mirë po mundohemi në atë formën tonë. Mirë po shumica e fotove ose unë nuk jam person që bëj foto shumë. Shumica fotove janë që më vijnë prej pacientave. Ashtë mirë që shto. Ashtë në rregull që kjo që... A merë shumë kohë nështë që ajo procedura deri të mësën, po thëmë që shto komplet procedurën e të përgatiturit ushqim, andej ndoshta den me i dalu edhe komplet produktet të cilat ndoshta duhet me u ble dhe s'duhet me u ble në këtë rast. Në praktikën time është një javë. Një javë merr kohë që të mësohet si të jetohet shëndetshëm. Do me thënë nëse vjen pacienti dhe brenda javës nuk është i gatshëm me fillu me mbajt një dietë e cila do të mirë mbahet për një vit, atëherë nuk është stres i përkohshëm ai. Ajo është një mësim pak më i madh brenda kësaj jave, mirë po më vonë, nëse mbahet brenda vitit, atëherë pacienti nuk është i stresuar dhe ka shumë atlet për me ushqy. Nëse i pyesim nëna tona çka kemi me bosat për drek, ose çka kemi me bosat për darkë, ose mëngjes, se qysh është, thot veç vënaja emrin edhe si me ma bo. A thojnë krejt nëna çashtu, në besoj që krejt e kanë. Edhe nëse na i tregojmë se çka kemi bosat, nesër, pas nesër, mënyrën me mas, do me thënë na i quajmë dozat të ushqyerit, me masat e caktuara, atëherë është veç ka me përgatit paciente, ose personi, ose klienti, si do që ta quajmë. Me që përmendëm pak ma herët rrjetet sociale, në fakt, sado që po dalin trendet të reja, ndoshta ushqime të cilat përzierje të ushqimeve të cilat ndoshta munden mos të qenë shumë të shëndetshme. Në anën tjetër është një numër shumë i madh atyre që shpesh herë e shfrytëzojnë në mënyrën më pozitive të mundshme rrjetin e tyre sociale dhe vazhdimisht unë shoh që krahas ndoshta komplet botës të cilët ndoshta janë shumë përpara me trende, ka mu për veti të paktën personalisht më dalin shumë shqiptarë të cilët përgatisin shumë mirë, ndoshta shumë shëndetshëm edhe të paktën nëse është një numër i vogël, që ata po mundon me bëni ndryshim shumë pozitiv në tërësi, po thëmë kështu. Patjetër, edhe unë inkurajoj jashtëzakonisht shumë ata me vazhdu se janë të e bëni punë shumë të mirë dhe janë të na japin edhe neve ideja ka njëherë çka me bo, se pavarësisht gjithçkaje recetat duhet me u përditësu gjithmonë. Sidomos në pjesën e të ushqyerit, sepse sa më shumë që të përsëritet një lloj ushqimit, sa më shumë që të përsëriten forma të ndryshme të dietave, aq më shumë pacienti ka me qenë i pakënaqur me mënyrën se çysh po ushqehet. Është shumë e rëndësishme që pacienti me pas satisfaksionin nga ushqimi. Sa herë që na shkojmë dikun kanë me na qet ose një gotë ujë ose diçka me hongër, domethënë gjithmonë. Sa herë që takohemi me dikon ka me qenë ose për një kafe,
patjetër që kemi me konsumu diçka. Kështu që gjithsesi duhet me qenë në atë vetëdijshëm se çka po marrim në organizmin tonë. Dhe ta bëjmë një checklist ashtu, një listë ku na mundemi me ditë parafërsisht çka kemi me konsumu sot, çka kemi me konsumu nesër, çka na bën mirë. Tash, unë po flasë për një person që nuk ka asnjë smundje shoqëruse ose nuk ka një qëllim për humbje ose shtem të peshës. Mirë po, në rastet kur kemi këto implikime, pastaj dhe komplikacionet të ndryshme shëndetësore, atëherë gjithsesi që dietologu aty është shumë i nevojshëm, sidomos në pjesën e disbalancave hormonale, smundjeve kronike, po dhe smundjeve të ndryshme autoimune. Shumë mirë që është një numër shumë i madh i njerëzve të cilët kujdesen për ushqimin e përgjithësi, ato që e konsumojmë, edhe normalisht urej shumë që me urrit numri atyne që dalin publikisht edhe i ndajnë këto eksperienca me së cilin edhe me ndiku sa ma pozitivisht që është e mundëm. Faleminderit shumë që e konë sëtë moment, kënaqësi shumë e madhe. Faleminderit shumë për juve, ishte kënaqësi edhe një bisedë shumë e këndshme. Faleminderit, e vlerësoj shumë.